Vendoset kuota sasiore ndaj Serbisë, më lejoni gjithashtu të ju njoftoj për vendimin e dytë, që ka marrë sot për të përcjellë në qeveri, i cili ka të bëjë me vendosjen e kuotës sasiore ndaj Serbisë për importin e aluminit dhe artikujve prej alumini, me qëllim mbrojtjen e prodhimit vendor dhe sigurimin e kushteve të barabarta të konkurencës në tregun e Republikës së Kosovës. Dhe duke u bazuar në ligjin numër 08L021 për tregtinë e jashtme, nenin 4 të ligjit, numër 06L020 për masat mbrojtëse në importe, si dhe në analizat dhe rekomandimet e departamentit, vendoset kuota sasiore ndaj Serbisë për importin e produkteve të klasifikuara në kapitullin 76, alumini dhe artikujt prej tij. Kjo masë synon mbrojtjen e prodhimit vendor, rivendosjen e kushteve të drejta të konkurencës dhe garantimin e trajtimit reciprok në marrëdhënie tregtare ndërmjet dy vendeve. Vendimi do dërgohet në qeveri, parasheh pikat si në vijim. Vendoset kuota sasiore ndaj Serbisë për importin e aluminit, artikujve prej aluminit, me qëllim mbrojtjen e prodhimit vendor dhe sigurimin e kushteve të barabarta të konkurencës në Republikën e Kosovës. Nën 2. Masa e kuotës zbatohet për produktet e importit me origjinë nga Serbia, të klasifikuara në kapitullin 76, alumin dhe artikujt prej tij, sipas nomenklaturës së mallrave në Republikën e Kosovës. Nën 3. Kuota importit caktohet në nivelin prej 30% të vëllimit total të importeve të produkteve të klasifikuara në kapitullin 76, alumin dhe artikuj prej tij, me origjinë nga Serbia, të realizuara gjatë vitit 2025. Për periudhën nga hyrja në fuqi e këtij vendimi deri me 31 dhjetor 2026, sasia maksimale e lejuar për importe në kuadër të kuotës është 637.26 ton. Importet që tejkalojnë këtë kuotë do t'i nënshtrohen tarifes doganore prej 50%. Obligohet dogana e Kosovës për zbatimin e këtij vendimi.